me gjitha tjera. Pyetja e madhe është kjo. Çfarë i mungon Shqipërisë? Ka një buxhet më të vogël? Jo. Ka një buxhet gati 2 fishë e buxhetit Kosovës, edhe një buxhet gati 40% e 50% më të pak se sa Maqedonisë. Po kush i këto qytete për po të vinë për karburantë që se pyetja juaj? Portet ndodhen në Shqipëri apo në këto vende? Jo, në Shqipëri, pra ka avantazhe dhe më të mëdha se sa këto 2 vende. Po pse çmimi më i lartë? Sepse është një qeveri, po e them prapë me gojën plot mafioze, që e bën njerëz oligark, bëjnë një politik dhe nuk ka përdyshuar asgjë, sepse ky çmim i rrëmbyer në faktuar dhe i dashur dhe shumë i mbështetur në janë që jenë komunikuese me qeverin, japin marrin me njëri tjetrin e tjera, to sigurisht gjithmonë barra do të bjerë, sa ditë janë ka pushtet, do bjerë gjithmonë qytetarët. Të atje, me atë fakt që e filluar bisedet, nuk përsitesh, po ta përsitesh prapë. Ka rënë këto kohë, rënë konsumët e karburantit, megjithatë të ardhurët e shtetit, xhepët e shtetit mbushen gjithmonë më shumë, edhe se sa plani që kishte parashikuar shteti. Pra është e kaluar plani në ditët më të vështira për shqiptarët. Ka që thjesht është logjika. Pra nuk ka devizë tjetër këtu në asnjë pikë të veprimit tyre politik apo shtetëror, nuk ekziston në asnjë rast mbështetja dhe interesi qytetarëve, apo tu gjendni me atyre kohë të vështira. Siç e ke patur edhe në kohën e tmerrshme të Covidit, ku e patë se si u lanë mes katër rrugëve dhe u shkatruan kushte disa buxhete familjare të mira familjeve që të përballuar me parat e tyre shëndetin e njerëzve kanë hyrë në krizë ekonomike ku ka plot për tyre një skandale sot nga borxhet që kanë akumuluar atëherë. Një kuriozitet fundit, si e shikoni zoti Vasili, ka një paqartësi edhe tek ata që kanë qenë vazhdimisht kritik ndaj SPAK-ut, duket sikur po lëviz, duket sikur s'po lëviz, duket sikur përpiqet, duket sikur përpolitet, po ende asgjë konkrete. U duk sikur nisi një aksion fort kundër pastrimit të parave në ndërtim, por shohim leje të reja. Minjoj për pyetjen tënde shumë. Ne nuk kemi, unë bëhe thëmë kërëm plot, kjo është zero, aso më pak që asgjë, sepse ato lejet e ndërtimit kanë gjitha firmën e Edi Ramës. Pra, mekanizmi që e vën lëvizje gjithë të pastrim parave është një krye qeverisë, është Edi Ramës. Edhe këto që pat ju, të lejet e ndërtimit firmën e tij kishin poshtë. Dhe po bëj një pyetje, se është diskutuar në emisionin tënd. Po këta patronazhistët, këta dinë sa borxhe ka Qavjo, e qa halli ka, se që ka një hall me djarin, atje po të referojmë ty se s'kemi keq kuptime me njëri tjetër. Dhe këta kanë të pamundur, këta të bëjnë verifikimet, dhe këto gjëra që duken sheshit, këto kulla që duken sheshit, ku njerëz që kanë 5.000 euro të vjetra kapital, janë gjendë të investojnë 50 milion, 100 milion, 200 milion, etj. Pra, dhe një SPAK, i cili ka guxim të merrohet të zërë në gojë Edi Rama, firma e cilë qëndron në aferën e Gonigalit, të aferë e Portit Durrësit, të Ekoparku, ky që jep bonusin për i generatorët 8%, e nde pa lindur kompania, pra do të thotë, ku e dini që çfarë është bërë dhe me generatorët etj, nuk i zihet emri, nuk është në hetim, nuk është prapa hekur, në keq, por nuk mund të jep, nuk jam as hipokrit, as nuk jam nga ata që duhet bëjt propaganda dhe citacionin e qeverisë, pra them, derisa kjo s'ka ndodhur, një shkall ka bërë SPAK është zero. Dhe gjitha është, vazhdo të jetë në rrugën e drejtësisë me regji. Dakord. Faleminderit Petrit Vasili. Faleminderit. Përshëndesim mikun tonë, kalojmë në shkëputje publicitare, rikthehemi më njëherë pas pak.